Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavate pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I dërgojmë. Para me është libri Tregime të vërteta profetike të shehut ton që vdiq Allahu e mëshiroft me xhenetin Firdos Ebu Ishaq al-Huwaini. Ky libër ka dashur Allahu Azza wa Jall është botu në vitin 2022 dhe është përnda fal një donatorit ton I vllaut shqiptar që ka pas shef edhe të jetë anonim. Librin e ka përkthyer hoxha I nderuar Besar Kelmendi, që ka bën një përkthim shumë të mirë dhe të dobishëm, dhe këtë libër kam pas nderin që unë me mia kopje të shpërndaj falas tek studentët dhe tek njerëzit të cilët lexojnë. Më bëri përshtypje një video e Hoxhës Bekir ku aty kërkonte që të ribotohet. Pasi që është e vërtetë se ky libër është botuar për herë të parë, janë shpërndar falas tek popullata jonë shqiptare. Andaj lutim Allahun subhanahu wa taala që këtë vepër ta pranon dhe hoxhën tonë të nderuar ta mëshiron me xhenetin Firdos dhe ta bën prej banorëve të xhenetit e neve të na ndihmon që të arrijmë edhe më shumë punë të hajrit gjatë këtij muajit dhe pas këtij muajit të jemi në shërbim të këtij dini. Zoti është shpërbleft dhe të kontribuojmë në botimin apo ribotimin e dytë apo të tretë dhe Allahu të na ndihmon që të arrijmë kënaqësinë e tina. Kjo video është me shkas pasi që është fol për këtë libër këto ditë. Ky libër është botuar dhe është mënda falas. Falë Allah dhe si thash dhe një donatorit, edhe në veçanti hoxhës Besar Kelmendi që e ka përkthyer dhe na ka dhuru dhe kemi bërë një punë shumë të mirë dhe ka gjetë një përshtypje të mirë tek lexuesit shqiptar e veçanti te studentët. Zoti është shpërbleft, ndihmoni projektin te Hoxha Bekir për ribotimin e këtij libri që të arrijmë të botojmë një sasi sa më të madhe.